Në sheshin Liria të qytetit të Durrësit ka startuar panairi traditor Ver dhe Tradit, që do të shërbejë për promovimin e potencialeve gastronomike të qytetit të Durrësit, si dhe zonave rurale përreth. Specialistët e drejtorisë së turizmit, Filloreta Kërtusha, gjatë çeljes së panairit pas ditës të premtes, rreth këtij aktiviteti tha: Këtë vit kemi pasur një interes të shtuar nga kantinat e verave në qytetin e Durrësit, por dhe në fshatrat turistik përreth. Gjithashtu një interes të shtuar ka pasur dhe nga artizanët, të cilët paraqiten këtu me punime të dorës, por duke pasur në fokus trashëgiminë kulturore. Nuk do të mungojnë gjithashtu edhe ato gatime tradicionale me produkte tipike të zonës. Përveç verave të shumë të preferuara të Durrësit, edhe artikujt e shumë të kuzhinës vendase janë shumë të larmishme. Kemi të gjelin e detit, kemi zogun e fshatit, pispilin me pras, lakrorin me spinaq dhe lakra, romstekun me mish viçi, qoftën me patate, kemi byrekun me qumësh dhe byrekun me spinaq. Kemi qoftën e perimesh dhe ëmbëlsirën për të ëmbëltuar në fund kemi baklavan me shërbet dhe baklava me qumësh panda kemi fut njërisi, kemi edhe shëndetli. Panairi shoqërohet me program të larmishëm artistik ku performojnë artistë të rinj qytetit.